partia të tentu me marë pozicione, me hi në parlament, edhe me akuzu, me u marë të nëkuën me opozitën, me u marë të nëkuën me njerës të opozitës, ku je njësë o vlo. E tash, që shka ardhë koha, 2000 vota e kanë morë komplet, total. Jërë marë me Paris Gurin, e ja ka njësë mu marë me Repovat, ja ka njësë mu Repovat. Me Repovat ja ka njësë ta PSD-s. Tu marë me Paris Guri i vetëm, jo be sa gjosht ata, ka medalje edhe ma ndryshe, po a i të kuptu, ti mo shku mu marë ashiqare po vrejt, që ty pushteti aktual, po të shti në rrethin e ti, sulmati. Më sëmle mu medalje, kesh po dilti, se ashtu kështu s'ki me im parlament, që kjo kom për të e këtyrme. Edhe u kone dit në ajo me 6 deputet, i ka një debateve, kam bu zhurën pa nevoj. S'kam pas program. S'kam pas program, s'kam pas pare. As një unë s'kam pas. Po çka mendoni për partitë politike që kanë gjetë, ndoshta disa deputat, kandidat për deputat që kanë gjetë TikTok-ën si mënyra më e mirë për me u qasë ndoshta shtetate. Kjo tash është evoluim. Sepse, por nëse shohim një deputat si influencer me të vërtetë është pak, për neve nuk është... Me të pru jo, ama për që e përdor TikTok-ën si fushat, është kretë në regull. Ama mendoni që është të pru pak, sepse si pas me është të pru pak. Së është që kum pa dikan që e ka të pru. Unë kam pa vëlla, përbes kam pa shumë kandidat për deputat që ndoshta kanë të pru juve të më këto zgjedhje, por edhe